A është i përfshirë, si thua, element krimit organizuar në zgjedhje? Unë mendoj si qytetar dhe si njeri i përgjegjshëm që po, ka ndikim element botës krimit në zgjedhje në dy partitë kryesore, ndërhyn, jo vetëm tek njëra, po dhe tek tjetra, ndërhyn për të maksimizuar votat e ndonjë kandidati apo qoftë edhe për të diktuar kandidat. Është e logjikshme, por gjitha këto, si përdorimi si ndërhyrja e krimit organizuar, si përdorimi i mjeteve të jashtëligjshme në fushat, si përdorimi metodave të dyshimta apo të jashtëligjshme në fushat, janë rrjedhoj e kodit elektoral që dy partitë kryesore kanë miratuar pa pyetur asnjë tjetër. Arditi Rada ka folur për përfshirjen e krimit organizuar në zgjedhjen nga të dyja partitë, Partia Demokratike dhe ajo Socialiste. Kjo ndodh për shkak të kodit zgjedhor, si sot ai që e kanë votuar të dyja bashk, kod i cili detyron kandidatët të përballen dhe me njëri tjetrin. Ndërkaq, në lidhje me denoncimet për trenin bullgar në Peqin, Arditi Rada ka çmentuar akuzat e Partisë Demokratike duke sjellë kundërargumente për personat e përfshirë dhe për fletët e gjetura. Hetimet e SPAK-ut, pra këto 115 raste që ne kemi sot, janë falë edhe prezencës së task force-s së SPAK-ut dhe të BE-s në terren për herë të parë. Por, që të themi te rasti i Peqinit që është më evidenti dhe ne gjithmonë treni bullgar mos gaboj, për shkak të një denoncimi me video. Tani, normalisht prokuroria është e detyruar të nisi një procedim hetimor ose të nisi hetimet mbi rastin e denoncuar, por ki parasysh që bëhet fjalë po flet për trenin bullgar, që ta sqaroj me për trenin bullgar, që dyshohet se ka ndodhur në Peqin. Së pari, denoncimi ka ardhur nga një subjekt politik që është dashnore e skenarëve të Hollywoodit, e ka treguar me babalen, edhe neve nuk kemi se si ta besojmë që nuk është prodhimi i saj edhe kjo video. Se ai qytetari atje që e kishin gjetur lokale ato fletët, hapte sytë dhe thoshte, unë se di, thoshte, merrni njërin nga rruga, më tha mi mbaj pak. E dyta, fletët e votimit që janë gjetur në Peqin nuk tregojnë absolutisht që janë fletë origjinale dhe janë pa vula, janë fletë që ti mund t'i printosh nga PDF, siç t'i jep KQZ-ja në internet, dhe mund t'i tregosh qytetarëve ose komisionerëve të tu se ku duhet vënë X-i e gjitha me radhë pra fletë për trajnim. E treta, pavarësisht se janë gjetur gjithë të materiale nga kandidati i PD-s, nuk thuhet me asnjë pjesë të denoncimit dhe me asnjë pjesë të videos nuk del këto fletë votimi përkasin Partisë Socialiste. Këto mund t'i përkasin dhe Adriatik Klapat, mund t'i përkasin dhe Agron Sherrit, mund t'i përkasin dhe vetë Partisë Demokratike.